Ndërkohë si që thash, derisa ne nisëm këtë prajm ka ndodhur shumë ngjarje, po flasim pak për Fjolla Morinën, e cila në fakt që nga prajmi i kaluar është në dilemë të ri apo të mos ri. Ngacmimet që po bëhen, sa presioni që po bëhet edhe shumë nga banorët, po duket që tjetë edhe jo shumë. E kam parë dhe Fjolla çdo ditë më shumë në fakt, po i agravohet situata psikologjike. E shoh shumë agresive dhe në momentin kur e ngacmojnë, po kam parë këto ditë që nuk është se e kanë ngacmuar shumë. Nuk nevojitet patjetër që ta ngacmosh Fjollën që të mbrin atë pikën kulminante të sajën, por unë mendoj që do ishte më mirë që ajo të marrë një vendim dhe të dali vetë. Derisa folej aktualisht i pam jetë, ajo nuk është as në living, gjendet në dhomën e gjumit, ku si duket ka është duke përgatitur valigjet, dhe po sillet regjia vetëm na qiti në plan të plot neve ta shohim këtu Fjollën e cila vazhdon të jetë aty. Jonida, ndoshta është momenti që të lidhemi me banorët, t'i përshëndesim ata dhe pastaj të shohim se si po rjedh